Përshëndetje, unë jam Jostana Gjeliku, studente në vitin e parë për Fashion Design pranë La Griffe Academy. Kam kënaqësinë t'ju prezantoj koleksionin tim të parë Spring Summer 2026, të titulluar Desk to Dusk, nga puna në mus. Është një koleksion i ideuar për grup moshat 25 deri në 40 vjeç, në cilët janë menduar për individi modern që kalon nga puna, nga ambientet profesionale në koktejl evening. Desk to Dusk eksploron evolimin e individit nga workwear i strukturuar në koktejl evening. Është menduar për grup moshat 25 deri në 40 vjeç. Narrativa e tij është workwear për koktejl evening. Është menduar një koleksion që ka një lidhje shumë të pastër, gjithsej bezveshje, fillon me autoritet, kalon në precizion, transformohet dhe mbyllet me kontur drama. Lookun e parë e kam menduar të quhet Morning Authority. Është një veshje në cilë është konceptuar në 2 pjesë, një xhaketë dhe pantallona. Materiali i përdorur është wool crepe dhe detajet në xhaketën edhe në krah edhe në këmbë janë menduar si satin. Është një veshje që mund të vishet edhe gjatë ditës edhe gjatë mbrëmjeve. Mund ta vesh në poshtë të ndryshme si ato 25 edhe deri në moshën 40 vjeç, është mjaft e përshtatshme. Në veshjen e dytë kalojmë është titulluar Sharp Line. Ajo raffinon strukturën mashkullore përmes tailoring precis dhe linjave të pastra. Kjo e bën atë të duket më puntur dhe më elegant, mund të vishet edhe gjatë ditës edhe gjatë darkave. Materiali i përdorur është wool crepe si për pantallonat edhe për këmishët. Veshja e tretë e kam quajtur shift, është pikërisht ajo veshje që është rënë pikën kyçe të tranzicionit nga dita në natë. Një veshje konceptuar në 3 pjesë. Pjesa e parë është një korset, i cili është ideuar si para dhe pasi njët, dhe mbyllja është menduar në një zinxhir të fshehtë, gjithashtu është përbërë nga një fund. Pjesa transparente e veshjes është në 2 pjesë. Pjesa e sipërme është ndarë nga pjesa pas. Materiali i përdorur për veshjen transparente është structure silk organza. Fundi edhe korseti është menduar në material wool crepe. Një veshje e cila mund të vishet nga vajzat dhe gra në evente të ndryshme, edhe në evente më të lehta gjatë ditës, po edhe në mbrëmje, varet nga koktejli ose eventi që ato kanë. Veshja e katërt është titulluar After Hours, që prezanton energjinë e sigurt të koktejlit. Nëpërmjet kësaj veshje kaloj pikërisht në atë moodin e mbrëmjes. Tregon confidence, cocktail dhe night energy. Outfiti është konceptuar në 3 pjesë gjithashtu. Pjesa e bustit është menduar në material structure silk organza, pjesa e pasme është e thjeshtë, mbyllja është në zinxhir të fshehtë, detajet janë menduar të punuara totalisht me dorë. Pjesa e fundit është e njëjtë si para dhe pas. Pjesa e shallit që është i hedhur sipër është opsional, mund edhe të vendoset, kjo e bën veshje të përdoret më shumë se një herë, ose në 2 opsione të ndryshme. Veshja e 5 titullohet Midnight News, është veshja që përmbëll koleksionin, kalon në kontur dhe është luminoze. Është një veshje të cilën mund ta veshësh në evente më të rëndësishme, kryesisht në evente night. Detajet e këtij fustani janë menduar në silk satin, totalisht fustani është silk satin dhe detajet janë menduar në silk chiffon Georgette. Brendi im do të pozicionohet në tregun haut të couture, do të ketë nuanca kryesisht të tokës, ngjyra të pastra dhe të thjeshta, jo ngjyra të mbledhura. Synon të vesh gruan e fuqishme dhe ambicioze në jetë, që don edhe të vishet bukur gjatë ditës, po edhe gjatë natës të ketë pikërisht ato pushtetin që jep veshje serioze. Hermuza e këtij modeli jam vetëm, është titulluar Be Your Own Muse. My dream will become my reality. Jam menduar për individin që kalon me finesë nga takimet e rëndësishme në momentet koktejl, bazuar në detajet e rëndësishme në veshje edhe në tekstile.